Kjo ishte banesa 3 vite më parë e ish minatori itali që shkekun nga Shupenza e Bulqizës. Puna në minjer nuk i kishte dhënë atij dinjitet të jetonte si gjithë të tjerët. Në pamundësi për të siguruar bukën e gojës, Aliu kishte nisur të mblidhte metale përgjatë rrugës Maqillar Shupenzë. Banesa ishte tërësisht e pajetueshme, ndërsa i vetë kishte të pamundur ta ndërtonte, por fal sensibilizimit të bërë në media, gjendja e ish minatori 61 vjeçar Ali Qeshkeku ka ndryshuar. Për t'ja ndryshuar jetën këtij 61 vjeçari kanë kontribuar shumë persona. Pushteti vendor në Bulqizë ka dhënë kontributin e tij, por ndihmën më të madhe kanë dhënë njerëzit e thjeshtë. Biznesmen të zonës emigrante, shumë qytetarë të tjerë kanë kontribuar për restaurimin e banesës 61 vjeçarit. Fal këtyre donacioneve Aliu ka një banesë të rehatshme. Vetë 61 vjeçari falenderon media që bëri të mundur publikimin e gjendjes së jetesës së tij. O faleminderoj ju si televizor. Kush ka kontribuar? Bashkia, shumë njerëz ka manifestuar. Emigrant, zhjith bashkia emigrant, zhjith kanë manifestuar. Nuk e besoj. Për besoj dhe bashkot, dhe artu po, se e ku erdhë. Jo, se një nuk ka shpresë. Me shpresë rronjë. Donacionet e biznesit, emigrantëve dhe qytetarëve të thjeshtë tregojnë jo vetëm humanizmin e tyre, por se si duke u bërë bashkë mund të ndryshohet jeta e tyre që kanë nevojë.